Të nderuar udhëheqësi e shkollës, mësimdhënës, prindër dhe bashkëmoshëtarët e mi. Sot, ndërsa qëndroj para jush në këtë moment kaq të veçantë, ndjej një përzierje emocionesh. Gëzim, nostalgji dhe pikëllim. Gëzim për të gjitha arritjet tona, nostalgji për kujtimet që kemi ndarë dhe pikëllim për ndarjen që po na pret. Kjo rrugë që kemi ndjekur së bashku ka qenë plot sfida dhe sakrifica. Çdo provim, çdo ndihmë që kemi ofruar njëri tjetrit, çdo natë pa gjumë për të mësuar, na ka sjellë këtu, në këtë ditë paharrueshme. Ne kemi ndërtuar një histori që do të mbahet mend gjithmonë. Dua të filloj duke falendëruar nga zemra udhëheqësinë e shkollës dhe të gjithë arsimtarët tonë. Ju keni qenë ata që na keni udhëhequr me pasion dhe me shumë përkushtim. Çdo mësim që na keni dhënë, çdo pengesë që na keni ndihmuar të kalojmë, ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin tonë si individ. Faleminderit për durimin tuaj, për çdo këshill dhe për besimin që keni pasur tek ne. Ju keni krijuar një ambient ku ne kemi pasur mundësi të rritemi dhe të zhvillohemi, dhe për këtë jemi pafund mirënjohës. Tani dua të drejtoj fjalët e mia drejt prindërve tonë të dashur. Faleminderit që keni qenë gjithmonë mbështetje e palodhur në çdo hap të jetës sonë. Ju keni bërë sakrifica të mëdha për të siguruar që ne kemi mundësi për të arritur të gjithë ëndrat tona. Dashuria dhe mbështetja juaj na ka dhënë forcën për të përballuar çdo gjë. Ne jemi këtu sot, jo vetëm për veten tonë, por edhe për ju, për çdo sakrificë që keni bërë. Faleminderit për gjithçka. Dëshiroj të bëj një falënderim të veçantë për kujdestaren tonë Glantina. Ti ke qenë një burrë i jashtëzakonshëm mbështetjeje dhe dashurie për ne. Që nga dita e parë ke qenë aty për të na dëgjuar, për të na udhëhequr dhe për të na inkurajuar në çdo hap të rrugës tonë. Mirënjohja juaj për ty është e pafund. Faleminderit që ke bërë çdo ditë më të lehtë dhe më të mirë. Dhe tani, për ne, bashkëmoshëtarët e mi, ne jemi të gatshëm për sfidat e reja që po na presin. Të gjithë na pret një botë e re, një botë plot mundësi. Mos harroni se secili prej nesh ka një potencial të pafund. Le të jemi burim frymëzimi për njëri tjetrin, le të mbështesim njëri tjetrin, sepse së bashku jemi më të fortë. Më lejoni të përfundoj me një thënie që ka motivuar gjithmonë. Armja e përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrave të tyre. Le të besojmë në ëndrat tona, le të punojmë për ato dhe le të arrijmë çdo gjë që dëshirojmë. Faleminderit të gjithëve. Uroj që çdo hap që të hedhim të na çojë drejt sukseseve të mëdha. Le të krijojmë një të ardhme të ndritur së bashku. Faleminderit Morea, suksese tutje, s'ka problem. E menaxhojmë tani. Amenak. Po, çështje profesionale.